thotë cila është një këshill praktike që mund t'u japim fëmijëve që t'i përmbahen gjithë jetën për të shpëtuar në të dy botë. Fëmia vëllazër duhet prej kur është i vogël, domthonë më u eduku. Kështu na mëson ne kemi domthonë ngjarjen që na tregon Allahu, ngjarjen e Lukmanit me birin e tij. I ki këshillat e Lukmanit, e lexon surën Lukman, që ja ka e birit vet, duke të filluar domthonë prej tauhidit, namazit, durimit, domethënë sprovave që mundet më përballë njëri gjatë jetës, pastaj sjellja e mirë me njerëzit, morali i mirë kështu më radhë, domethënë këshilla të përgjithshme. E një prej këshillave më madhështore që jep vëllazër, duke domethënë kuptohet la tushrik billah, mos i bësh shirk Allahut, ja sqaron çfarë është shirku, domethënë ja sqaron se fëmijë se Allah na ka sjellën këtë botë, na ka krijuar që na me adhuru Allahun, jo vetëm me hangër me pi, me njoft Allahun, me dasht Allahun, me fal namaz, me adhuron këtë formë. Mirë po një prej këshillave vëllazër që jep Lukmani djalit të tij është me ditë se Allahu e sheh kudo që është. Edhe nuk mundet me mshef dijes të Allahu subhanahu wa taala. Dhe i tregon se çfarë do lloj vepre që ai bën, qoftë e vogël apo e madhe, kur dilshki me pa para Allahu subhanahu wa taala. Don kjo është njëri prej brezave të parë të Islamit vëllazër, e përmend këta, tregon se kur ka qenë i vogël, në moshë shumë tre, e ka pa njërin prej tafërmve të tij, nuk u kujtohet tash atë dajën apo migjën e vet, se si është çu më u fal namaz natës. Edhe ky domthon se e dini fëmia që nga gëzimi domthon nga lumtur kur shet atritun e dukuçu, ka qef edhe ai me marr pjesë. Edhe ky ja ka jep një këshill vëllazër. Ka thënë ti je i vogël, domthon nuk mundesh tash më fal, nuk e kupton domthon çka është kjo, çfarë më të bëj mirë, po i thotë çka gjithë përsëritën veten tane që Allahu çka umsheh. Shkon të çfarë edukate ka, Allahu umsheh. Përsëritë ka thënë këtë, Allahu kudo që jam, Allahu umsheh. Ka thënë përsëritë shta, mjafton domthon për natën për ty kjo. Edhe ky tregon domthon tani u rrit ky bë dietari më thotë Allahu më ka sjell dobi shumë të madhe përmes saj këshill. Andaj këshilla më e madhe që mundesh kuptohet për jashtë tauhidit e këto që janë çështje teorike në mënyrë praktike nëse don me eduku fëmin, është që me ja jep vëllazër me angulit mendjen e tij njom që Allahu të sheh kudësi, nuk mundesh më mshef çka. Edhe i tregon domthon, ja mëson edhe ato domthon halalin edhe haramin që janë domthon ato gjunaat e mëdha. Në këtë formë domthon në formë përgjithshme mundesh me eduku fëmin edhe me mirë, po kjo nuk mundesh me një herë. Kjo domthon ka nevojë domthon është proces i vazhduar. Vazhdimisht duhet me këshillu fëmin. Vazhdimisht duhet më marr me fëmin. Sidomos kohën që po jetojmë, nuk mundesh me thënë këshillova me një këshill përgjithshme edhe u kry, jo. Do të vazhdimisht është proces, domethënë që duhet me jep mund të madh, sikur baba, sikur nana. Jo domethënë vetëm njëri me marr përgjithësinë, dy duhet. Basta asaj që ja ka mësuar Allahu secili dijes që ka apo mundësive që ai ka. Pra duhet me marr pjesë në edukimin e fëmijës. Edhe në kohën tonë vëllezër që po jetojmë, don fëmin, siç e përmend disa dietar, duhet me bë si shok. Si shok. Do thot me afru shumë afër vetes. Don aq shumë vëllezër kohë, domthon këtë kohë janë shtu, domethënë dyshimet edhe epshet, saqë don fëmin duhet me afru shumë afër vetes. Edhe me u liru ai me ty. Në atë aspektin që ai çdo gjë që mban veten e vet me ta shfaq. Jo mos më baj sekret. Don ai me pas besim te ti si prind. Brengat që ai ka, gjërat që e mundojnë, pyetjet që ai ka rreth Allahut, rreth fesë, me ti shfash ty si prind, jo më me shkum ja shfash dikujt tjetër, apo me hyn në internet me kërkuar pastaj me deviju për shkak të kësaj, jo. Ai domethënë me pa te ti domethënë atë vendin e sigurt, vend strehimin, ti si baba ose si nan, që mundet me bisedu me ty. Edhe ti duhet me bisedu vëllazër. Duhet me bisedu mu çel me fëmin ton, edhe pastaj kur e vren se mundet me bisedu me ty, atëherë padyshim që, do thonë, të hapet, ti tregon problemet që ai ka dhe ka pasaj malet me komunikuar.